shumë që jeni pjesë gjatë pedonales, grupi tjetër do shkojnë te ura publike. Janë të dhe jo për të shfrytzuar më tjerë për punën e krijuar, në shfrytëzimin e tyre. Ne kemi nevojë për se ta bëj këto në moshatari me naha. Ju I shihni rëndom të njëri tjetrin, apo në mënyrë më aktive, por jo në mënyrë që këto fëmijë shfrytëzohen për punë, e sidomos për lypje, duhet jetë e dënueshme nga I gjithë opinioni shoqëror. Ne duhet t'i mbrojmë fëmijët, t'i lëmë ato të lirë, të jetojnë jetën e tyre, kanë moshën për të mësuar, për të argëtuar, për të kaluar kohën e lirë me njëri tjetrin, dhe jo për të punuar, e aq më pak për të lypur. Bashkia Shkodër dhe në mënyrë të veçantë kryetari zoti Benet Beci ka mbledhur të gjithë drejtuesit e institucioneve që kanë të bëjnë apo që kanë impakt në këtë fushë, si policinë bashkiake, policinë e Rendit, doganat dhe gjithë institucionet e tjera që kanë të bëjnë me monitorimin e këtij fenomeni. I bëjmë thirrje edhe atyre që I shfrytëzojnë, edhe atyre që I drejtojnë drejt atyre pikave që po vrojtohen, po monitorohen nga policia e shtetit dhe nga gjithë stafi I bashkisë. I lutemi ta ndërpresin këtë fenomen. Mos shfrytëzoni fëmijët. Janë njësoj si fëmijët e çdo kujt, edhe tuajt.